Elsa, të përshëndes. Aida, të përshëndes. Në fakt, si gjithje, Korça në fakt në këtë muaj të dhjetorit, por jo vetëm se në kryeqendrën e festimeve. Në fakt, kjo mund të themi që është kryer në një traditë për sa i përket ofertave turistike edhe aktiviteteve të shumta që kryen të gjithë juglindjen e vendit, pra në rrethin e Korçës, por gjithashtu mund të themi edhe në Pogradec, gjithashtu fshatra turistik të Korçës. Nëse i referohemi deklaratit të dhënë vetëm ditën e djeshme nga kryetari i Bashkisë Sotira Shpilo, ai ka thënë që Korça është rezervuar deri më 1 janar. Pra, kemi pronotime të plota për sa i përket anës të vizitorëve nga Shqipëria, por edhe jashtë saj. Ndërkohë, nëse do të flasim për sa i përket shifrave Aida, mend të theksohet që numërohen 150 struktura të hotellerisë dhe mbi 4000 shtresër. Kryesisht të fokusuar këto në qytetet turistike, siç e përmenda, jo vetëm pranë në qytetin e Korçës, por kemi gjithashtu të Dardhës, të Vostoporës, të Boboshtisë, gjithashtu edhe të Vitkuqit. Por duke që fluksi ka qenë disa herë më i lartë pranë në Korçë, ka qenë pra e papërballueshme që këto 4000 shtresë dhe 150 struktura akomoduese që unë përmenda, të ishin pra për të gjithë ta vizitorë që e dyndën Korçën për të fundjavë, pra shumica pra e këtyre vizitorëve preferuan që ta kalonin gjithashtu edhe në qytetin Bregli qendror pra të Pogradecit sot ditë të pushimit. Ndërkohë, përpos vizitorëve të cilët vinë në takimin e tyre personale, gjithashtu nuk mungojnë edhe paketat turistike Aida, ata pra që vinë me autobuza, kemi nga Maqedonia, nga Kosova, gjithashtu edhe nga Malezi, të cilët preferojnë pra që fundjavën, sidomos kur kemi edhe sot ditën e hënë pra pushim ta kalojnë pra në rajonin e Korçës, por siç e përmenda dhe jo vetëm. Kemi blitë theksoj që në fakt thuaj edhe këtë? Po, do thoya Aida që vletë theksohet në fakt që të heqja e madhe që bëhet që pra vizitorët preferojnë pra të vinë në qytetin e Korçës është përveç faktit që nga data 1 dhjetor deri më 31 dhjetor ne kemi aktivitete të shumta, kemi shfaqje në qytetin e Korçës, kemi koncerte, pra siç më themi pra qyteti i serenatave, çdo natë pra në çdo restorant Aida apo në çdo shesh pra të qytetit të Korçës dëgjojmë serenatat e bukura korçare. Është magjike Korça për hirës vërtetës dhe e kemi nisur me lajm të mirë, paktën me shifra që më referove. Nuk mbetet pas the në rreshta edhe Pogradeci dhe zona të përreth, e cila vjen si një paket në fakt e gjitha, duke bërë që në Elsa të harrojmë të gjitha problematikat që patëm gjatë të këtyre ditëve si pasojë e përmbytjeve, por Korça po i kthehet normalitetit. Ke pyetur Elsa se ky është lajm i mirë, pra që Korça ka qenë pra destinacioni kryesor. Por si janë prenotimet? Se sigurisht që dhjetori ne marrim gjitha ato masat, nuk i lëmë për moment fundit, e kemi orientuar në fakt turistin që të eci me prenotime paraprake, aq më tepër që atje ka fluks dhe zgje vende, por ideja është të kuptojmë datat e tjera, pra në Krishtlindjet, që janë tipike atje, natën e ndërrimit të viteve. Ka prenotje, ka një fluks, pra nisur nga këto shifra nga kjo fundjavë dhe dita e sotme që është pushim. A është treguese edhe për datat e tjera, pra për interesin që ka edhe në fundjavat në mesë, që ka për Korçën apo destinacionet atje? Po, Aida, në fakt, siç mund të themi, gjatë të këtyre festave, Korça nuk mbetet poshtë. Në fakt, që në një pronotim që kemi marrë kryetari i Bashkisë, Korça është pronotuar deri më datën 1 janar. Pra, fundjava gjithashtu do jetë plot, madje edhe ditët e javës mund të kemi gjithashtu edhe rezervime në ditët e javës pra në qytetin e Korçës, por edhe në fshatra turistik të tij. Kemi pra pronotime plotësisht Aida. Fatmirësisht pra mund të vlen të theksoj që gjithashtu edhe në Booking ku ne kemi parë ka 290 struktura akomoduese. Pra Korça, siç mund të themi dhe siç bëhet çdo vit kur ne gjithashtu kemi dalë në raportim të bashku, është plotësisht pra është një qytet i cili mbledh pra vizitorë nga gjithë krahina e Shqipërisë. Ne do të theksoj që ja kemi hequr në pak trafikun juve të Tiranës dhe gjatë fundjavës kemi pasur një trafik goxha të shtuar në të gjithë qarkun e Korçës, por le të theksoj që shqyr zotë nuk kemi pasur asnjë incident për sa i përket trafikut, por ka qenë një trafik i rënduar pasi që përmenda ishin aq shumë vizitorë Aida, saqë mund të them që ishte e vështirë të kaloje në fakt në qytet. E kuptoj. Është magjike në fakt edhe të
pak të nësil një pjesë të destinacioneve të rëndësishme të thuajse dhe të Europës nga mënyra se si është organizuar turizmi atje dhe për nga fluksi. Ndërkohë, Elca, nëse unë të pyes për çmime, çfarë ka ndryshuar raport me një vit më parë? Nëse më jep disa shembuj, nisur nga Pogradeci, nisur nga Korça, Voskopoja, Dardha, fshatrat të cilat sigurisht dhe ato janë të prenotuara, se shumë Voskopoja është rritur frikshëm me frekuentim të turistëve, vendas, por dhe jo vetëm, por edhe me njësi akomoduese. Po e marrim fillimisht me Pogradecin. Mund të më thuash si variojnë çmimet dhe çfarë tipologji e kanë? Aida, në fakt, një dyndje ka ishtë madhe që ne kemi në të qarku, kjo shkon për vetë faktin se janë çmime da konkuruese me përsa i përket qyteteve të tjera të cilat kemi festime në këto muaj të vjetorit. Mund të themi që me pak fat mund të gjeni dhoma nga 5.000 deri në 7.000 pra lekë të reja. Ndërsa nëse doni pra normal që çmimet variojnë, nëse ti do pra në qendër të qytetit të Pogradecit apo të qytetit të Korçës, pastaj çmimet variojnë nga më lart, ai mund të themi nga 10.000 lekë të reja apo 20.000 lekë të reja. Gjithashtu, ndërsa në fshatra turistik mund të themi që kemi edhe çmime nga 4.000 lekë të reja dhe variojnë deri në 8.000 lekë të reja apo 10.000 lekë të reja. Pra kemi një variacion mund të themi për shtreta të ndryshme që të cilat dëshirojnë ta kenë. Në fshatra turistike janë të banesat të cilat janë të përshtatura për hoteleri që janë biznes familjar, ku ti edhe shkon lirë, po gjen edhe atë ngrohtësinë e mikpritjes. Duhet thënë kjo, është shumë e rëndësishme që të presin shumë mirë përveç gatimeve tradicionale, po kanë dhe atë magjinë që të paktën nga eksperiencat e kanë ose shenjë fisnikërie të vetën të trashëguar, por edhe të kuruar në vendet ku kanë punuar, më herët në kulturë pune. Një pjesë e mirë kanë punuar në Greqi dhe janë rikthyer të paktën në disa nga fshatrat që ne kemi informacion dhe kanë bërë biznese të qëndrueshme dhe me çmime, siç thatë ju, unë çuditem për shkak që dëgjoj që 40.000 lekë të vjetra ose 4.000 lekë ka qenë para 5 vitesh, 6 vitesh dhe vazhdojnë të kenë çmimet njëjta në këto banesat e përshtatura më së miri, ku ti ke zjarin, ke oxhakun, ke këto soba tipike, ke lakrorin, ke rakin që është tradicionale dhe pijet e tjera. Pra është një ndërthurje që besoj e bën histori suksesi. Bijem dakord për këtë. Po, është vërtet Aida se përmendni dhe ju që është me fakt që çmimet nuk kanë ndonjë rritje të krahasuar me vitin përpara. Pra, janë siguruar të tëra biznesi që të mbajnë një çmim konkurrues me qytetet e tjera që kështu të tërheqin edhe vizitorët. Prandaj edhe Korça në blok mund të themi pra rajoni i Korçës kthehet në një qendër të festimeve për sa i përket festave të fundvitit, por jo vetëm, pasi do të kemi nga muaji janar dhe shkurt do të kemi rreshtet e vendrat të Borës dhe ti e di që të gjithë vizitorët nga Durrësi, Elbasani edhe Tirana preferojnë pa që është e vërtet që pjesën e Luanit atje kanë turistët vendas apo keni dhe tuaj? Se do shkojnë Shkodër atje kishte një fenomen shumë turist huaj. Çfarë ndodh tek ju? Çfarë ndodh në qarkun e Korçës? Po, Ida, vendë sektore që kemi turistë të huaj në qarkun e Korçës, kemi më pak më shumë vizitor për sa i përket nga Shqipëria, kemi dhe emigrantë gjithashtu presin të vinë që do kemi dyndje edhe në doganën e Kapshtitit gjithashtu, ka edhe turistë të huaj, mund të themi nga Gjermania apo Amerika, të cilët pra vinë preferojnë të kalojnë disa ditë pra në qytetin e Korçës. Faleminderit Elca për gjithë sa ndave në vëmendje. Në tonë kanë ardhur elementet të cilët nuk janë fare problematik, por kemi zgjedhur që të trajtojmë janë pozitive të të bëri turizëm për të dhënë dhe ne në fakt një kontribut të rëndësishëm në këtë industri. Kështu që faleminderit edhe një herë, të uroj punë të mbarë.